Një takim që ndryshoi fatin. Ishte një mëngjes i ftohtë dimri, nga ata që të futen në palc sapo hap derën. Qielli mbi qytetin e vogël ishte gri, rrugët pothuajse bosh, dhe era sillte me vete aromën e lagësh të shiut të natës. Zonja Marie, një grua e moshuar rreth të 70-tave, po ecte ngadalë duke u mbështetur te bastuni i saj i vjetër prej druri. Kraha saj, nipi i saj, Ardi, një djalë 12 vjeçar me sy të mëdhenj të zgjuar, mbante një qese të vogël me bukë dhe qumësht. Ata jetonin në një dhomë të vjetër, në një shtëpi pothuajse të rënuar në skaj të qytetit. Çatia pikonte sa herë binte shi. Muret ishin të qara dhe dimrat ishin të pamëshirshëm. Por për Marien, ajo ishte gjithçka kishte. Pas vdekjes së djalit të saj dhe nuses, Ardi ishte bërë arsyeja e vetme, pse ajo zgjohej çdo mëngjes. Gjyshe, a je lodhur? Pyeti Ardi me zë të butë. Jo, zemra e gjyshes, pak pushim dhe vazhdojmë, buzëqeshi ajo, edhe pse këmbët i dridheshin. Ndërsa po kalonin pranë një rruge kryesore, dëgjuan një zhurmë të fortë frenash. Një makinë luksoze, e zezë, ishte ndalur papritur në anë të rrugës. Nga brenda u dëgjua një zë i mbytur, dhe pastaj gjithçka ra në heshtje. Shoferi i hapi derën dhe u rrëzua në asfalt. Njerëzit kalonin, shikonin nga larg, por askush nuk afrohej. Frika dhe hutimi i mbërtheu të gjithë. Marie u ndal. Sytë e saj u ngulën te burri i shtrirë në tokë. Ardi, shko thirr ndihmë, tha ajo me vendosmëri, duke lënë bastunin dhe duke u afruar. Burri ishte rreth të 60-tave, i veshur me kostum të shtrenjtë. Fytyra i ishte zbehur, frymarrja e çrregull. Marie, edhe pse e moshuar, kishte punuar dikur si infermiere. Duart i dridheshin, por mendja i punonte qartë. Ajo u përkul, i kontrolloi frymarrjen dhe pulsin. Mos u dorzo, murmuriti ajo, sikur burri ta dëgjonte. Ardi u kthye me vrap, duke bërtitur për ndihmë. Disa kalimtar u afruan më në fund. Dikush telefonoi ambulancën. Marie vazhdoi t'i fliste burrit, t'i mbante kokën drejt, t'i hapte rrugët e frymarrjes. Minutat dukeshin si orë. Kur ambulanca mbërriti, mjekët e panë të habitur gruan e moshuar që po jepte ndihmën e parë me aq qetësi. Na e shpëtuat kohën, tha njëri prej tyre. Edhe jetën. Burri u fut me shpejtësi në ambulancë. Para se dyert të mbylleshin, sytë e tij u hapën për një çast dhe u ndalën mbi fytyrën e Maries. Një shikim i lodhur, por mirënjohës. Disa ditë më vonë, jeta e Maries dhe Ardit vazhdoi si zakonisht. Asgjë nuk dukej se kishte ndryshuar. Ajo pastronte, gatuante me aq sa kishte. Ardi shkonte në shkollë me këpucë të vjetra, por me ëndra të mëdha. Ata nuk e dinin se ai mëngjes i ftohtë kishte qenë fillimi i një historie që do të ndryshonte jetën përgjithmonë. Një pasdite, ndërsa Marie po qepte një xhaketë të vjetër, dikush trokiti në derë. Trokitja ishte e butë, por këmbëngulse. Ajo hapi me kujdes. Përpara saj qëndronte një burr me kostum elegant dhe një buzëqeshje të respektueshme. Zonjë Marie, pyeti ai. Po, unë jam. Jam këtu në emër të zotit Viktor Stein. Emri nuk i thoshte asgjë. Marie u hutua. Zoti Stein dëshiron t'ju takoj. Ai nuk do ta kishte sot këtë mundësi, po të mos ishte për ju dhe nipin tuaj. Zemra e Maries filloi të rrihte fort. Ajo e ndjeu se diçka e madhe po afrohej, por ende nuk e dinte se sa thellë do t'ua prekte jetën. Sekreti i milionerit. Marie u mbështet te dera, duke shtrënguar shallin rreth qafës. Ardi doli nga dhoma e vogël, kureshtar nga zërat. Kush është, gjyshe? Pyeti ai me zë të ulët. Marie hodhi syt nga burri me kostum dhe pastaj nga nipi i saj. Thot se vjen në emër të një zotërie. Viktor Stein. Burri me kostum bëri një hap përpara. Zoti Stein është burri që ju i shpëtuat jetën disa ditë më parë. Ai dëshiron t'ju falënderoj personalisht. Nëse pranoni, makina po ju pret. Marie hezitoi. Ajo nuk ishte mësuar me makina luksoze, me njerëz të pasur apo me ftesa të tilla. Por Ardi e shikoi me sytë që i ndritnin. Gjyshe, shkojmë, vetëm të dëgjojmë çfarë ka për të thënë. Pas një çasti mendimi, ajo mbylli derën e vjetër me çelës dhe pranoi. Makina i çoi në një vilë madhështore në një zonë të qetë, larg zhurmës së qytetit. Obori ishte i rrethuar me pemë të gjelbra, dhe gjithçka dukej si nga një botë tjetër. Marie ndjeu sikur këmbët i rëndonin nga emocionet. Në sallonin e madh, i priste një burr me flok gri, fytyrë të qetë dhe sy të thellë.
Ishte ai burri që ajo kishte parë të shtrirë në asfalt. Zoni Marie, tha ai duke u ngritur me vështirësi. Nuk e di si t'ju falenderoj. Ai ju afrua dhe i shtrëngoi duart me respekt. Ardi qëndronte pak më pas, i hutuar nga luksi përreth. Po të mos ishit ju, vazhdoi Viktori, sot nuk do të isha gjallë. Shumë njerëz kaluan, por ju ndaluat. Ju dhe nipi juaj. Marie uli kokën. Bëm vetëm atë që duhej bërë. Viktori buzëqeshi lehtë. Pak njerëz e bëjnë. E dini kush jam unë? Marie tundi kokën. Jo, zotëri. Jam një biznesmen. Kam pasuri, kompani, shtëpi, por atë ditë, në rrugë, e kuptova sa pak vlerë kanë të gjitha këto kur jeta varet nga një zemër e mirë. Ai u ul ngadalë dhe mori frymë thellë. Kam humbur familjen time vite më parë, që atëherë jeta ime ka qenë vetëm punë dhe para. Ju më kujtuat diçka që e kisha harruar. Ardi e shikoi drejtë në sy. Zotëri, gjyshja ime ka qenë infermiere. Ajo gjithmonë ndihmon njerëzit. Viktori qeshi lehtë. Duket, dhe ti, djalosh, tregove guxim. Një heshtje e shkurtër ra në dhomë. Pastaj Viktori u ngrit dhe hapi një dosje mbi tavolinë. Zoni Marie, tha ai me ton serioz, unë dua të bëj diçka për ju. Diçka që të mos jetë vetëm falënderim me fjalë. Marie ndjeu një therrje në zemër. Nuk kemi nevojë për asgjë, zotëri. Jemi mësuar me pak. Viktori e shikoi drejt, me një vendosmëri të qetë. Pikërisht për këtë arsye. Ai mbylli dosjen dhe shtoi. Por para se të flasim për këtë, dua të dini se historia juaj, shtëpia ku jetoni, nipi që rritni vetëm më ka prekur më shumë se sa mund ta imagjinoni. Marie shtrëngoi duart, duke ndjerë se diçka e madhe po afrohej. Ardi ndjeu të njëjtën gjë, edhe pse nuk e kuptonte plotësisht. Viktori u kthye nga dritarja, shikoi oborrin dhe tha me zë të ulët. Ka momente në jetë kur fati të jep një shans për të bërë drejtësi. Pastaj u kthye sërish nga ata, dhe unë mendoj se ky është momenti im. Dhurata që ndryshoi gjithçka. Marie dhe Ardi u ulën në skajin e divanit të madh, sikur kishin frikë të zinin shumë vend. Viktori qëndronte përballë tyre, me dosjen në dorë. Në fytyrën e tij nuk kishte arrogancë, as mburje, vetëm një qetësi e thellë, si e një njeriu që kishte marrë një vendim të rëndësishëm. Zoni Marie, foli ai ngadalë, nuk jam mësuar të flas për këto gjëra, por ajo që bëtë për mua nuk ishte thjesht ndihmë, ishte një dhuratë jete. Ai hapi dosjen. Brenda kishte dokumente, plane shtëpish, fotografi. Ka mësuar ku jetoni, vazhdoi ai pa e ngritur zërin. Në çfarë kushtesh? Dhe më dhem zemra ta them, por askush nuk duhet ta kaloj pleqërinë në atë mënyrë. E asnjë fëmijë të rritet mes lagështirës dhe frikës se çatia do t'i bjerë mbi kokë. Marie u skuq. Nuk jemi ankuar kurrë, tha ajo me zë të dridhur. Ardi ka çfarë i duhet për të qenë i mirë. Viktori buzëqeshi, dhe pikërisht sepse nuk u ankuat, e meritoni më shumë. Ai shtyu një fotografi drejt tyre. Ishte një shtëpi e vogël, por e bukur, me dritare të mëdha dhe një obor të pastër. Çfarë është kjo? Pyeti Ardi, me sy të hapur. Është shtëpia juaj, tha Viktori thjesht. Heshtje. Marie mendoi se nuk kishte dëgjuar mirë. Ju lutem, si thatë. Një shtëpi, përsëriti ai. Në emrin tuaj, zoni Marie. Dhe një dhomë të veçantë për ty, Ardi. Afër shkollës, afër spitalit. Me ngrohje, ujë të ngrohtë dhe një obor ku mund të luash. Marie u ngrit në këmbë, duart i dridheshin. Kjo është shumë, ne nuk mund ta pranojmë. Viktori u ngrit gjithashtu. Unë nuk po ju e shes, as po ju e huazoj, po ju e dhuroj. Lotët filluan t'i rridhnin Maries pa e kuptuar. Ajo kishte jetuar gjithë jetën duke dhënë, duke duruar, pa kërkuar asgjë. Dhe tani, dikush po i kthente gjithçka në një çast. Ardi u afrua pranë gjyshes dhe e kapi për dorë. Gjyshe, do të kemi një shtëpi të vërtetë. Marie nuk mundi të fliste. Vetëm pohoi me kokë. Por ka edhe diçka tjetër, shtoi Viktori. Ai u kthye nga Ardi. Ti je një djalë i zgjuar. Dua që të kesh gjithçka që unë nuk pata si fëmijë. Arsimin tënd do ta mbështes unë. Librat, shkollën, gjithçka. Ardi hapi gojen, por fjalët nuk i dilnin. Vetëm tha, faleminderit, zotëri. Viktori u përkul pak drejt tij. Jo, faleminderit ty që nuk u trembe dhe vrapove për ndihmë. Marie u ul ngadalë, e mbërthyer nga emocionet. Zotëri Viktor, tha më në fund, nuk do ta harroj kurrë këtë ditë.
Ai buzëqeshi lehtë. Unë dua vetëm një gjë në këmbim. Maria u tremb për një çast. Çfarë? Që të jetoni të qetë, që ardi të rriteti mirë, dhe që, sa herë të shikoni diellin në oborin tuaj të ri, të kujtoni se bota ende ka njerëz që ndihmojnë pa pritur asgjë. Maria e kuptoi atëherë se ajo ditë në rrugë nuk kishte shpëtuar vetëm një jetë, kishte rilindur dy të tjera. Një fillim i ri. Kaluan vetëm pak javë, dhe gjithçka ndryshoi me një shpejtësi që Maria nuk e kishte imagjinuar kurrë. Dokumentet u firmosën, çelsat u dorëzuan, dhe një mëngjes të qetë pranvere, Maria dhe Ardi u gjendën përpara shtëpisë së tyre të re. Maria qëndroi për disa sekonda pa lëvizur. Syt i mbusheshin me lot sa herë shikonte dritaret që reflektonin dritën e diellit, derën e fortë prej druri dhe oborin e vogël ku bari ishte ende i freskët. Është e bukur, tha ajo me zë të dridhur. Ardi i vrapoi drejt oborrit. Gjyshe, shiko, ka vend për një pemë këtu. Mund të mbjellim një moll. Maria buzëqeshi me slotësh. Po, zemra ime, një pemë për fillimin ton të ri. Brenda shtëpisë, gjithçka ishte e thjeshtë, por e ngrohtë. Mobilje të reja, një kuzhinë e pastër, një dhëm gjumi për Marien dhe një tjetër për Ardin. Në mur ishte varur një orë e vogël, që tik takonte qetë, sikur po numëronte jo më vitet e vështira, por ditët e shpresës. Ditët kalonin ndryshe tani. Maria zgjohej pa dhimbjen e frikës se do t'i pikonte uji mbi shtrat. Ardi shkonte në shkollë me rroba të pastra dhe me libra të rinj. Mësuesit vunë re shpejt ndryshimin. Djaloshi ishte më i qetë, më i përqendruar, më i sigurt në vete. Një pasdite, Viktori erdhi për vizitë. Nuk solli dhurata të shtrenjta, vetëm një kosh me libra dhe një lodër të vogël për Ardin. Si po përshtateni? Pyeti ai. Maria i ofroi çaj. Si në ëndër, tha ajo. Çdo mëngjes zgjohem dhe mendoj se do të kthehem në shtëpinë e vjetër. Por jo, kjo është e vërtetë. Viktori shikoi rreth e rrotull dhe buzëqeshi. Një shtëpi nuk është muret, tha ai. Janë njerëzit brenda saj. Dhe këtu ndihet ngrohtësi. Ardi u afrua me një fletore në dorë. Zotëri Viktor, mora notë të lartë në matematikë. E dia, tha Viktori duke i rënë lehtë në shpatull. Puna e mirë duhet të shpërblehet. Maria e vështroi Viktorin me një mirënjohje të thellë. Ju nuk na dhuruat vetëm një shtëpi, tha ajo. Na dhuruat dinjitet. Viktori u kthye nga dritarja, pak i prekur. Dinjitetin e kishit gjithmonë. Unë thjesht hoqa pengesat. Në mbrëmje, pasi Viktori u largua, Maria dhe Ardi u ulën në obor. Qielli ishte i pastër, yjet të ndritshëm. Gjyshe, tha Ardi, kur të rritem, dua të jem si ai, të ndihmoj njerëzit. Maria e përqafoi. Atëherë, kjo shtëpi ka përmbushur qëllimin e saj. Ajo ngriti syt nga qielli dhe falënderoi në heshtje jetën. Jo për pasurinë, por për faktin se mirësia, edhe kur duket e vogël, kthehet gjithmonë në mënyra të mëdha. Mirësia që kthehet. Vitet kaluan më shpejt nga sa Maria kishte menduar ndonjëherë. Shtëpia që dikur ju duk si një ëndër, tani ishte bërë një strehë mbushur me kujtime. Të qeshura, libra shkollor mbi tavolinë, aroma e bukës së sapo pjekur dhe zëri i Ardit që rritej çdo ditë, më i fortë dhe më i sigurt. Maria ishte plakur, por pa atë lodhjen e rëndë që e kishte shoqëruar gjithë jetën. Çdo mëngjes dilte në obor, ulej pranë pemës së mollës që kishin mbjellë ditën e parë dhe fliste me vete, sikur t'i tregonte pemës historinë e tyre. Ardi tashmë ishte adoleshent. Ishte i pari në klasë, i respektuar nga mësuesit dhe shokët. Me mbështetjen e Viktorit, ai kishte mundësi të studionte, të ëndëronte pa frikë. Një ditë vere, Viktori erdhi sërish për vizitë. Ishte plakur edhe ai, por syti kishin mbetur po aq të thellë. Erdha të ju them diçka, tha ai, ndërsa u ulën në obor. Maria e pa me vëmendje. Na keni dhënë tashmë gjithçka. Viktori buzëqeshi. Jo, ju më dhat ju gjithçka. Ai tregoi se pas asaj dite në rrugë, kishte ndryshuar jetën. Kishte krijuar një fond për të ndihmuar njerëzit në nevojë, veçanërisht të moshuar dhe fëmijë pa prindër. Çdo herë që ndihmoj dik, tha ai, kujtoj fytyrën tuaj atë mëngjes të ftohtë. Maria i shtrëngoi dorën. Kjo është pasuria më e madhe. Vite më vonë, Ardi u diplomua. Në ceremoninë e vogël, mes duartrokitjeve, ai kërkoi gjyshen me sy. Maria ishte aty, e ulur, me bastunin e saj të vjetër pranë, por me një buzëqeshje krenare që ndriçonte më shumë se çdo dritë. Në fjalën e tij të shkurtër, Ardi tha vetëm kaq.
Jeta ime ndryshoi sepse dikush zgjodhi të mos kaloj indiferent, dhe sepse mirësia kthehet gjithmonë. Maria mbylli syt për një çast. Ajo e dinte se rruga e saj po afrohej drejt fundit, por zemra e ishte e qetë. Ajo kishte shpëtuar një jetë, dhe në këmbim, kishte parë një tjetër të lulëzonte. Nën hijen e pemës së mollës, shtëpia që dikur ishte dhuratë, tani ishte trashëgimi, jo e pasurisë, por e njerëzillëkut.